Për vite me radhë, Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur për rallëre zgjedhja e turistëve, shkruan media kanadeze Holler Magazine. Kjo po ndryshon me shpejtësi, ndërsa vendi që për dekada qëndroi izoluar nga bota, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, duke u ofruar atyre mundësinë të zbulojnë para se zhvillimi i infrastrukturës dhe rritja e kërkesave turistike të sjellë dhe rritjen e çmimeve. Ajo që e bën Shqipërinë më të vlefshme për të vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, është kombinimi unik i qyteteve të vjetra osmane, pjesë bregdetare të Jonit, rënojave bizantine, fshatrave malore dhe kuzhinës tradicionale, që ruan ende identitetin e saj origjinal. Vendi shtrihet në një vijë bregdetare rreth 450 kilometra, por pse duhet vizituar pikërisht tani? Shqipëria ndodhet në një moment të veçantë që turistët me përvojë e njohin mirë dhe kërkojnë. Infrastruktura është e përmirësuar mjaftueshëm për të ofruar komoditet. Turmat ende nuk kanë mbërritur nëpër masa që shihen sot në Kroaci apo Maltëzi. Çmimet mbeten të ulta, ndërsa peizazhi natyror është ruajtur në masë të madhe dhe mbetet i paprekur. Me kalimin e kohës, Riviera shqiptare mund të përjetojë të njëjtin zhvillim turistik si dhe shumë destinacione të njohura të mesdheut. Vizitorët e sotëm po përjetojnë një moment unik që nuk do të zgjasë përgjithmonë. Shqipëria mbetet një destinacion në zbulime sipër, ku shumë prej vendeve më të jashtëzakonshme të krijojnë ende ndjesinë se po zbulohet një thesar i fshehur, kjo një atraksion i njohur nga të gjithë.